Kjo është një drekë e mrekullueshme, themon. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë të veçantë me aceto balsam shege, ma kanë sjell nga Turqia, edhe e boni si Nardeni jonë, është më i hollë, shumë i shijshëm, edhe i omël dhe i tharët, dhe do ju bëj ka edhe këtu në për supermarkete, 250 gram mish të gri, shumë pak, se unë në qoftë se i bëj për vete dhe i qik për gocën, se çunat nuk e han, kam gri një qep mesatare me rende, gjithmonë, pak kryp, gjithmonë, nuk duhet ta teproj me krypën, piperi i zi, që është shumë i domosdoshëm, se kur janë qofte vetëm me mish, pa bukë, erza duhet t'jenë shumë të kufizume, rigoni në asnjë mënyrë. Tash një lugë të vogël për këtë mas mishi me nenegjik, edhe një lugë me galet. Kush nuk ka galet, le të përdori kokra orizi, mojt gishtave, dhe një të bardhë vejze, jo të kuqe, se ujzohet shumë, nuk do i hudhim në mënyrë mrena, tash i përzim mirë që të lidhet qoftja. Nuk ka nevojë se s'kan shumë marinim, do t'i bëjmë për i herë. Përpara se unë t'i skuq, do përgatis langun, e largojmë. Morim një tenxhere, një lugë miell mistri, e do pa tjetër një lugë miell mistri, një lugë miell gruni, pak kryp, i përzim një bashkarisht, mielin e grunit me mielin e mistrit, dhe këtu kam aceto, ju thash, aceto, balsam ose narden shege, në gjuhën më popullore, unë do t'i hedh deri këtu 2-3 lugë gjelle janë. Është një qullë për qoftet i mrekullueshëm. Ashtu i përzi bashkarisht, nuk kam nevojë dhe për lugë. Do t'i hedh pak long mishi, që më ka ngel. Se i jep lezet, në qoftë se s'keni long mishi, përgatitni një me knor, ujë të nxehtë, që e kam në i brik. Do e shoh i herë sa e tharët është, për të vazhdu prapë me nardenin. Po që shumë e tharët, hudhini një qik pak sheqer. Tashti do t'a vej me zi. Tashti që e vum zjarë, do t'i hudhim rreth 2 lugë me vaj, ja. Edhe pak salcë domatesh. Një lugë të vogël me salcë. Po gjithmonë kur e vën në furnel, ose në sofë, në kohën tashti që të zi longu, do mere me përgatitjen e qofteve, po përpara do t'a mbuloj. Ashtu t'i vi një kapak edhe të zihet avash avash, tu e pa se mos më derdhet, gjithmonë qoftet vogla, i qap, themun, jo t'a ndash në mes në gojët, vogla. E ull tashit, të trashet pak, se do zhidh dhe me qoftet ky longu, dhe po të dali longu i hollë, i hudh pak pjelm, me miell gruni, se mielli i mistrit nuk e lidh, po do e lejmë të trashet pak kështu, të zhidhe mirë, mos i vijera miell. Tashti e largoj tenxhere, ja, është lidh, tamam. Hudhim i qik vaj, jo me t'lyn, po vetëm me vaj, do të lejmë të ngrofet pak. Tashi që s'ka gjo se merë pak qoftja më miell, se trashe edhe longun e vet. Tashti kështu si që janë, do t'i hedh longun, që t'marinohen me ynyrën e qofteve, se i japin shumë shije. Gjithmonë duhet ta hedhim në enën që ka vërdisët qoftet.
Ashtu i qoftet kanë maru, janë azër, janë trash ashtu si që duhet, se trashen dhe më vonë dihet që mund të mpiksen dhe më shumë, se kanë mielin mrena. Por në gjanë me nardenin tonë që bëjmë ne me kumlla, po dhe kjo ka shien e vetë, i jep shumë lezet. Në longë mund të hudhni dhe pak në energjik, e mirë shkon dhe ajo, po kanë qoftet edhe unë nuk i teproj, i lej ashtu si që kanë qenë diku recetat të hershme. Na bëft mirë dhe ne.